Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar Ministren e Energjisë Belinda Balluku për abuzime të rënda lidhur me blerjen e energjisë elektrike. Berisha ka theksuar se Balluku ka pasur një rol kyç në zbrazjen e digave dhe ka shitur energjinë me çmime të ulta tek sekserët e saj. Ai ka theksuar se këta sekserë blinin energjinë për 40 euro dhe e shisnin më pas në bursë për 160 euro, ndërkohë që përfitonin 120 euro për çdo transakcion që ndalnin me Ballukun dhe mafjen e energjisë. Berisha quajti këtë një abuzim të madh dhe një skem të dëmshme për ekonominë dhe interesat e vendit. Ai theksoi se ky ishte një proces ku përfitonin individ të lidhur ngushtë me qeverinë dhe mafja e energjisë, duke pasur në vëmendje se Shqipëria mund ta shiste energjinë në bursë për çmim më të lartë, por kjo mundësi po shmangej përmes këtyre manipulimeve. 13 kilometrat e fundit i coptoi Lubi Balluku në 14 tendera, se si të vjedh më shumë. Ose tunelin e Llogaras ju vu kryq ofertës me 130 milion euro dhe ja dhan ofertës me 180 milion euro duke marrë në një dorë 50 milion euro. Çfarë do bëj qeveria? Qeveria shqiptare është zotur, kam shpall. Dy veprat, po t'i quajmë të emergjencës, janë autostrada, 3 veprat. Autostrada Shkodër-Milot, zgjerimi autostradës Tiranë-Durrës, bypassi Elbasanit. Këtu kemi ne 3 bllokimet më të mëdha kombëtare. Këto bllokime do marrin fund në kohën më të shkurtër. Së dyti, kanë lanë gjithsej 300 milion euro për mirëmbajtjen e rrugëve. 30 milion euro. Mirëmbajtja e rrugëve kërkon të paktën minimumi 200 deri 300 milion euro. Dhe rrugë do mirëmbahen. Do të marrin karakterin e rrugëve, do të ngrihen në përmasat e rrugëve europiane, akset kryesore kombëtare. Dhe do vazhdohet me unazën e Shqipërisë, e cila fillon në Valbon, qarkon gjithë zonën veri dhe jug lindore, kthehet në zonën perëndimore dhe shkon gjerë në Vermosh. Kjo unazë është e domosdoshme për të shpëtuar Shqipërinë rurale nga shkretëtimi i saj i plot. Çdo qendër e vogël do të lidhet me rrugë automobilistike me aksin kombëtar. Ne i kemi patur dhe i kemi shumë të qarta, por nga ana tjetër, ne rikthehemi projektit Shqipërisë fuqi energjetike, superfuqi energjetike. Më parë ne shpallëm Shqipërinë superfuqi energjetike e energjisë rinovueshme në rajon. Sot ne shpallëm superfuqi e vogël, kemi thënë. Sot ne nuk themi e vogël, ne themi Shqipëria superfuqi energjetike në rajon. Pra do shumëfishojmë prodhimin e energjisë nga dielli, nga era, nga uji dhe gazi. Dhe në këtë kontekst, ai që do përfitojë më shumë se kush do të jetë qytetari shqiptar. Ne do kemi një projekt, plan. Së pari, për vendosjen e paneleve diellore nga jugu në veri për të gjitha shtëpitë, familjet që duan. Do paguajnë 3 vite qerane atë tarifën e energjisë si të takon dhe pas 3 vitesh do e gëzojnë falas. Së dyti, do përdorim të gjitha potencialet e kësaj energjie për të shumëfishuar në qindra megawatt prodhimin nga dielli, nga prodhimin nga panelet diellore që sot janë ulur çmimet shumë. Së treti, Shqipëria ka platformat më të fuqishme të erës, vetëm territori i Pukës ka një lehtësisht pa u shty shumë në zonat të thella, ka një kapacitet për të studiuar për 3200 megawatt me energji ere, shumë të madhe ka Tepelena, Karabruni është platforma ndër më të fuqishme të erës në Europë. Së katërti, ne kemi gazsjellës, një nga gazsjellës të mëdhenj të Europës,
në të cilën Shqipëria bëri një kontribut thelbësor jashtëzakonisht të rëndësishëm. Prodhimi i energjisë nga gazi do të jetë drejtimi tjetër dhe sfundi garantoi shqiptarët se do të ndërmirret gazifikimi i Shqipërisë.